Nëse Allah i lartësuar nuk do zbriste si argument për njerëzit, për krijesat vetëm se këtë sure, do t'i mjaftonte atyre. Pse? Pikërisht sepse përmban kuptime tepër madhështore, përmban mesazhin jetësor, mesazhin e jetës për çdo besimtar dhe besimtare. E pra Allahu te baraka wa taala, Allahu i lartësuar betohet në asrin, në fillim të surës Al-Asr. Pra betohet në kohën, sepse Al-Asr është vetë koha, pra është vetë jeta e njeriut. Kjo kohë, e cila është fusha e veprimit, është mejdani i veprave, është mejdani i fjalëve, është mejdani ku njeriu paraqet veten e tij me anë të fjalëve, veprave dhe besimit të tij. Është vendi apo mejdani i garuesve. Dhe se këta njerëz, pra ne, në lidhje me kohën, jemi tepër të ndryshëm që dallojmë, pra njerëzit në përgjithësi, nuk e kam fjalën për besimtarët, po njerëzit janë të ndryshëm, ka prej tyre të cilët e shfrytëzojnë kohën në bindje ndaj krijuesit të tyre subhanahu wa taala. Dhe këta janë pikërisht ata të cilët fitojnë suksesin, fitojnë mëshirën, fitojnë kënaqësinë të madhe të Zotit subhanahu wa taala.